Zonja dhe zotri, mirë se vinin Klubin Sportiv. Unë jam Drilon Xhepollari dhe në vazhdim do të jemi së bashku për cilët e ju zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Trajneri kombëtar Silvinjo së bashku me stafin e tij kanë vazhduar nga puna me intensitet të lartë për ndeshjen kualifikuese që do zhvillohet në mars kundër Polonisë, e vlefshme për fazën finale të kampionatit botëror për të bërë pjesë e këtij kompeticioni magjik. Trajneri i kombëtares ka parë disa ndeshje të kampionatit shqiptar gjatë kësaj periudhe. Kryesisht është parë me interes ndeshja Dinamo Vllaznia dhe Egnatia Dinamo për të vëzhguar mbrojtësin Ali dhe portierin e Egnatias Daj Sinani. Gjithashtu Silvinjo ka qenë i pranishëm edhe në disa takime të rëndësishme në arenën europiane. Në Portugali ata ndoqën sfidën e Europa League Porto Rangers për të vlerësuar nga afër paraqitjet e mesfushorit Nedim Bajrami, i cili është një element i rëndësishëm për kombëtaren shqiptare. Ndërkohë në Itali ishin të pranishëm në ndeshjen Lazio Atalanta, ku aktivizohen dy nga titullarët e kombëtares, Berat Gjimshiti dhe Elsej Dysaj, i cili në periudhën e fundit nuk po kalon një moment mirë në sallonet e mëdha të futbollit italian. Gjatë qëndrimit në Itali, trajneri Silvinjo së bashku me stafin e tij Dorivën dhe Zabaletën takuan kapitenin e kombëtares Berat Gjimshiti. Kjo është edhe një foto ku shfaqet takimi mes tyre, ka qenë interesant. Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, trajneri i kombëtares së bashku me stafin e tij do të ndjekin nga afër edhe futbollistë të tjerë të kombëtares shqiptare për të patur një mendim më të qartë sa i përket listës që ai do të publikojë për ndeshjen shumë të rëndësishme me Poloninë.